Dikush ka qenë plotësisht i bindur se ti do të vrapoje pas tyre dhe tani është i tronditur që nuk e bëre. Bëhu rehat, sepse kjo shkon stres pas strese thellë në psikologji, emocione, heshtje dhe në forcën e papritur që tani e bardh brenda vetes. Është dikush në jetën tënde, ndoshta nga e kaluara, ndoshta nga e tashmja, që ka qenë i bindur se ti do të ishe ai që do të shkruaje i pari, do të telefonoje i pari, do të kërkoje falje i pari, do të thyje heshtjen i pari. Dhe tani heshtja jote është një tronditje për ta. Pse? Sepse të kanë nënvlerësuar. Të kanë parë si emocionalisht të dobët. Kanë menduar se je i varur prej tyre. Kanë besuar se ke nevojë për vëmendjen e tyre që të ndihesh i plodh. Por tani ti je i qetë, i heshtur, nuk vrapon pas askujt dhe kjo i çmend. Faza e parë, vetbesimi i tyre shndërrohet në konfuzion. Në fillim ishin të qetë, menduan se do të dorëzoheshe, menduan se do të ktheheshe, menduan se e kishin situatën nën kontroll. Heshtja ishte strategjia e tyre, distanca ishte loja e tyre. Ata supozuan se zemra jote do të binte në panik dhe do të shtynte drejt tyre. Por kur nuk reagove, plani i tyre u përplas me murin e realitetit. Tani pyesin veten, pse nuk telefonove? Pse nuk kërkove falje? Pse nuk u dëshpërove? Pse dukesh papritur kaq i fortë? Prisnin një reagim por morën heshtje. Dhe heshtja është e zhurmshme. Faza e dytë, tani të vëzhgojnë fshehurazi, edhe pse ti nuk e kupton. Ndoshta mendon se të kanë harruar, mendon se kanë vazhduar jetën, mendon se nuk u intereson, por dikush që pret që ti të vraposh pas ti, gjithmonë të shikon kur nuk e bën. Ata shikojnë profilin tënd në rrjetet sociale, kontrollojnë statusin tënd në WhatsApp apo Instagram, shohin kur ke qenë për herë të fundit online, përpiqen të kuptojnë sjelljen tënde, pyesin miq të përbashkët për ty, sillen sikur nuk u intereson, por në të vërtetë u intereson. Heshtja jote i bën kurioz. Kur heshtja kthehet në interes, interesi në fiksim, dhe aty fillon gjithçka të ndryshojë. Faza e tretë, tani egoja e tyre dhemb më shumë se zemra. Nuk duhej të shkonte kështu. Ti duhej të ishe ai që do të vraponte pas tyre, të lypte vëmendjen e tyre, të provonte dashurinë tënde. Por ti bëre gjën e vetme që ata kur nuk e prisnin i le të shkojnë. Dhe beso, asgjë nuk e lëndon më shumë një person me ego të madhe se sa ta kuptoj se nuk ishte aq i rëndësishëm sa mendonte. Deshën kontroll e humbën, deshën pushtet e humbën, deshën të ishin çmimi, tani ndihen të zëvendësueshëm. Dhe pikërisht kjo ndjenje e shkatëron egon krenare. Dikush ishte i sigurt se ti do të vrapoje pas tyre dhe tani janë të tronditur që nuk e bëre. Menduan se do të telefonoje, të shkruaje, të kërkoje falje apo të thyje heshtjen, por ti thjesht i le të shkojnë. Heshtja jote i goditi sepse të nënvlerësuan. Të panë si emocionalisht të dobët, besuan se ishe i varur prej tyre dhe menduan se do të shkatëroheshe pa vëmendjen e tyre. Por ti qëndrove i qetë, i fortë dhe i paepur dhe pikërisht kjo e shkatëron egon e tyre. Me kalimin e kohës, vetbesimi i tyre fillon të lëkundet. Pyesin veten pse nuk reagove, pse dukesh papritur kaq i fortë, pse ecën përpara sikur ata nuk kanë ekzistuar kurrë. Të vëzhgojnë në heshtje, kontrollojnë profilet e tua, ndjekin çdo status, kërkojnë shenja që i mungon dhe në të njëjtën kohë sillen sikur nuk u intereson. Por heshtja jote i bën të paqet. Kur heshtja kthehet në interes, interesi në fiksim dhe në fund kuptojnë se e kanë humbur kontrollin. Pastaj fillon frika. Krahasohen me jetën tënde të re, imagjinojnë se je më i lumtur, më i fortë apo me dikë tjetër. Fantazia e tyre bëhet armiku më i keq, sepse nuk din çfarë po ndodh brenda teje. Ndërkohë kujtimet e tyre zbuten, mendojnë për mirësinë tënde, afërsinë, dashurinë, për ndjenjen e sigurisë që ndjenin me ty. Kuptojnë se kanë humbur dikë të vërtetë, dikë që kujdesej, që kuptonte dhe falte. Pikërisht atëherë gjithçka ndryshon, të mungojnë kur zgjohen, kur shohin diçka që u kujton ty, kur kuptojnë se askush nuk i kupton si ti. Në një moment përpiqen të testojnë me një pëlqim, me një shikim në story apo me një postim indirekt.
duan të dinë nëse ende kanë rëndësi për ty, por në të vërtet e kanë humbur fuqinë prej kohësh. Ti e bërë misteri që nuk mund ta zgjidhin më. Fillojnë të dyshojnë në veten e tyre, pyesin nëse të kanë nënvlerësuar, nëse kanë shkuar shumë larg, nëse vërtet i ke lënë pas. Natën, kur gjithçka hesht, ndjejnë më shumë humbjen. Pastaj vjen pendesa. U mungon energjia jote, zëri yt, ngrohtësia, qetësia që sillje. Kuptojnë se nuk kanë humbur vetëm një person, por dikë që i deshi me të vërtetë. Dhe pikërisht kjo i copton nga brenda. Ndonjëherë ndërrojnë të kthehen, imagjinojnë çfarë do të thoshin, hej, si je? Më mungon, më fal, por kanë frikë se ti nuk i do më, se është vonë, se je ndryshuar. Jeta më në fund u tregon vlerën tënde. Takohen me njerëz të rinj, por askush nuk është si ti. Askush nuk dëgjon si ti, nuk do si ti, nuk kupton si ti. Kuptojnë se ishe diçka e rrallë dhe gjërat e rralla bëhen të çmuara vetëm kur humbasin. Dhe ti ke vazhduar përpara. Kur ata kthehen, ishe dhe nuk ndjen më asgjë. As dhimbje, as zemërim, vetëm paqe. Kjo nuk është thyrje zemre, kjo është mbyllje. E vërteta është e thjeshtë, kur ndalon së vrapuari pas dikujt që e pret këtë, ti fiton. Fiton respekt, dinitet, vetvlerësim dhe qetësi të brendshme. Heshtja jote u tregoj atyre atë që fjalët nuk mundën kurrë, se je i fortë, se zgjedh veten. Dikush mendoj se do të prisje gjithmonë, do të falje gjithmonë, do të vrapoje gjithmonë pas. Por ti zgjodhe të duash veten. Dhe në atë moment, universi u rreshtua në favorin tënd. Menduan se do të shembeshe, por ti u ngrite. Menduan se do të ndiqje, por ti u largove. Menduan se ishe i dobët, por ti u bëre i fuqishëm. Heshtja nuk është distancë, heshtja është dinitet. Dhe diku atje jashtë, dikush më në fund e kupton se personi për të cilin besonte se do të vraponte gjithmonë pas, ka ndalur dhe kjo ka ndryshuar gjithçka.